Me afrimin e festave të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, qyteti i Vlorës mbushet me aroma të ëmbla që sillin ngrohtësi familjare dhe kujtime tradicionale. Tryezat festive të vlonjatëve nuk mund të imagjinohen pa ëmbëlsirat karakteristike, të cilat vit pas viti mbeten një pjesë e rëndësishme e festimit. Përgatitja e ëmbëlsirave për festat e fundvitit ka nisur në Vlorë nga amvisat, por edhe nga shumë furra buke dhe pastiqeri të qytetit. Vitrinat e tyre në prag të Krishtlindjes dhe Vitit të Ri janë mbushur plot. Shumë njerëz tashmë e kanë të lehtë të kenë në shtëpi një ëmbëlsirë tradicionale pa shumë mundim. Ëmbëlsirat e preferuara në Vlorë për festat e fundvitit vazhdojnë të jenë ato tradicionale, si baklavaja dhe kadaifi. Tani njerëzit preferojnë të porosisin baklava ose kadaif, shumica e njerëzve. Është tradicionale baklava dhe kadaif. Baklava ne kemi të ndryshme, që duan tepsi të tilla si për shembull dhe më të mëdha se këto familjare ose gjëra të vogla. Pastaj marrin dhe shëndetli, porosisin dhe shëndetli. Shëndetlia është kjo këtu, porosisin shëndetli, porosisin kompekaj, po më shumë janë kadaif dhe baklava, gjëra tradicionale. Vazhdojnë të mbeten këto në krye? Po, në krye është baklavaja dhe kadaifi. Pastaj të tjerat më pak, po në përgjithësi baklava dhe kadaif. Kanë filluar amvisat shqiptare të bëhen pak dembele, i porosisin gjithmonë në për njësi profesionale apo vazhdojnë tradita? Se bëhen dembele, po mendoj se kam besim te ne. Sepse ne kemi shumë vite që bëjmë baklavat i bëjmë me 5 dore dhe me gjallë të freskët gjithmonë dhe besoj se kanë besim. Furin tonë e njohin të gjithë dhe mendoj se kanë besim të ne, jo se janë bërë dembele. Ose dhe ne moshat më të reja kemi harruar të llojin pet. Por që besoj se kanë besim. Vazhdojnë që ëmbëlsirat të jenë të konsumuara për festa gjithmonë? Për festat janë tradicionale gjithmonë, baklava, kadaif, shëndetli. Kurse pastaj janë tortat, por që për festat janë këto tradicionale, që vini porosisi që në fillim të dhjetorit fillojnë, edhe deri ditët e fundit. Deri ditët e fundit që vini marrin. Vazhdojnë të merren porosit aktualisht? Po, patjetër. Kanë filluar që në fillim dhe tani dhe për datën 25 që janë Krishtlindjet, i marrin dhe për atëherë, por që për gjithë muajin, për ditët e fundit më shumë, po që i porosisin dhe i marrin. Në krye të listës së ëmbëlsirave më të preferuara qëndron baklavaja, mbretëresha e festave, e përgatitur me petë holla, arra dhe lajthi, si dhe shurup të ëmbël. Baklavaja është e pranishme thuajse në çdo shtëpi vlonjate, por shumë familje zgjedhin ta përgatisin vetë, duke ruajtur receta të trashëguara brez pas brezi, ndërsa të tjerë i drejtohen pastiqerive lokale. Po aq të kërkuara janë edhe sheqerparet, revanit, si dhe kadaifi. Këto shije klasike vazhdojnë të mbeten të preferuara, sidomos tek brezat më të rritur. Ndërkohë vitet e fundit vjet re një rritje interesit për ëmbëlsira më moderne, tortat e festave të personalizuara me dekorime për Krishtlindje dhe Vitin e Ri janë gjithnjë më të pranishme në tryezat vlonjate. Pastiqerit raportojnë kërkesë të lartë për torta me çokoladë, frutapylli dhe kremra të lehtë të përshtatura për çdo moshë.